Gadishulli korean ndodhet në mesin e tensioneve e kjo ka bërë që nëndetësja amerikane US Michigan të mbërri në Korenë e Jugut. E mbushur me raketa, ajo do t'i bashkohet njësisë së luftanijeve të drejtuara nga aeroplan mbajtëse Carl Vinson. Nga ana tjetër, Korea e Veriut, shteti izoluar komunist, kremton të martën 85 vjetorin e themelimit të ushtrisë. Evente të ngjashme, Pyongyang ka shënuar në disa raste me teste raketore. 3 persona të tjerë janë vrarë në Venezuelë në protestat rivale mes kundërshtarëve dhe mbështetësve të presidentit Nicolas Maduro. Aktet e fundit të dhunës e çojnë në 24 bilancin e të vdekurve në 3 javë protesta që kanë përfshirë vendin latin. Protestat shpërthyen nga vendimi i Gjykatës Supreme për të marrë kompetencat e fraksionit opozitar të dominuar nga Asambleja Kombëtare. Kandidatja e ekstremit të djathtë për presidentën franceze Marine Le Pen lajmëroi se do të lërë drejtimin e partisë së saj Fronti Kombëtar. Lëvizja vjen vetëm një ditë pasi ajo arriti në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ku do të përballet me kandidatin e qendrës Emmanuel Macron. Nuk është e qartë nëse vendimi i saj do të jetë i përhershëm. Le Pen mori drejtimin e Frontit Kombëtar në janar të vitit 2011 nga babai i saj.